Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit. Të nderuar besimtar. Nesër besimtarët musliman nisin agjerimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Kam nderin dhe privilegjin që në emër të Këshillit të Bashkësisë Islame në Dragash dhe në emrin tim personal t'ju drejtohem me përgëzimet më të mira, duke ju dëshiruar agjerim të lehtë e të pranuar tek Zoti ynë. Agjerimi është një prej ibadeteve më madhështore të cilin besimtarët me plot devotshmëri e sinqeritet e kryen për hir të Allahut xhelle shanuhu, ibadet për të cilin Allahu na ka urdhëruar në Kur'anin fisnik që ta agjerojmë muajin e shenjtë të Ramazanit. Lidhur me këtë, Allahu gjithë mëshirshëm në Kur'an thot: muaji i Ramazanit është muaji të cilin zbriti Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i të vërtetës nga gënjeshtra. Kush nga ju që arrin këtë muaj, le të agjeroj. El Bekare 185. Prandaj, le të jetë ky muaj stimulimi për zemrat dhe shpirtrat tanë për përkushtim dhe forcim në besim në Zotin. E ky përkushtim le të na shërbej si rast i shtrirjes së dorës së ndihmës, pra le të tregojmë solidaritetin dhe mirëkuptimin, dashurinë dhe mëshirën. Ramazani është muaji i pendimit, i dhikrit dhe adhurimit të Allahu në çdo çast dhe i shtimit të veprave të mira. Në të filloi zbritja e Kur'anit fisnik, me të cilin Muhamedi alayhi salam u urdhërua nga Allahu që t'i ftoj njerëzit në fenë e vërtet në Islam. Ai është muaj i mirësive dhe i begative, muaj i shpërblimeve dhe dhuratave të pamasa. Muaj i Ramazanit është muaj i rahmetit e bereqetit, është muaj i shpalljes së Kur'anit, është muaj i fitores mbi të keqen, është muaj në të cilin është nata e madhe e Kadrit, është muaj që na ofron të gjithëve në të njëjtën kohë rreth sofrës së iftarit e syfyrit. Ramazani është muaj që kultivon paqen, dashurinë e respektin. Ramazani është muaj i pendimit e reflektimit, parime këto për të cilat bota e njerëzimit sot ka nevojë më shumë se kurrë. Agjerimi i Ramazanit besimtarit i ofron vlerat e dashurisë, respektit, bamirësisë, flijimit e sinqeritetit, nga se ai e bën njeriu më të dashur, më fisnik, më human, më të afërm e më mirënjohës ndaj krijuesit të gjithësisë. Agjerimin në muajin e madhruar të Ramazanit besimtarëve u ofron rastin për pendim dhe kërkimfalje. Muaji i Ramazanit përmes agjerimit njeriu i mëson parimet e dashurisë dhe sinqeritetit ndaj familjes, ndaj fëmijët, ndaj rrethit dhe shoqërisë. Besimtarët agjerojnë në Ramazanin sepse, duke agjeruar atë arrijnë shkallën më të lartë të devotshmërisë dhe të përkushtimit ndaj Zotit, që është edhe porosia fundamentale e këtij muaji të madhruar dhe synimi i këtij detyrimi. Agjerimi i cili është urdhër nga Allahu për besimtarët, përveç që është ibadet që kërkon një sakrificë, përkushtim e përmbajtje, ai për besimtarin është edhe mburoj sepse e ruan atë nga gjunahet dhe e largon nga punët e liga. Besimtarët e nderuar, agjerimi çdo mend se duhet të shoqërohet edhe me vepra, punë e fjalë të mira. Në të kundërtën, ai mbetet i papërmbushur. Allahu vërtet nuk ka nevojë për robërin e tij të mbesin të uritur e të etur, nëse ata nuk ruhen nga veprat e ndaluara e të pamoralshme. Është në natyrën e njeriut gabimi, prandaj muaji i Ramazanit për ne e paraqet një rast të volitshëm për pendim dhe rast për të reflektuar pozitivisht dhe për të bërë punë të mira e të hajrit. Pra Ramazani është rasti më i mirë që t'i kthehemi krijuesit, për ta kuptuar sa më mirë misionin tonë në tokë, ndërsa Islami është udhëzim hyjnor që e shoqëron njeriu gjatë gjithë jetës së tij. Duke rikujtuar thënien e Muhamedit alayhi salam, i cili thotë: ai që agjeron Ramazanin me bindje, sinqeritet e përkushtim të plot, do t'i falen mëkatet e tij të mëhershme. Të dashur vëllezër e motra, më lejoni që edhe një herë me rastin e fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, t'ju shpreh urimet e mia më të mira të gjithë besimtarëve islam kudo që gjenden, duke ju dëshiruar
që këtë muaj ta përjetoni me të gjitha mirësitë e begatit e tij, duke lutur të madhin Allah që të na lehtësoj agjerimin dhe të gjitha adhurimet e tjera, të na fisnikroj me moralin dhe etikën e Ramazanit, si dhe të na fal e të na mëshiroj. Urime të gjithëve muaji i Ramazanit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.